Aty kur lajmi takohet me njerëzit. Këto pra lajmi takohet me njerëzit, do të vazhdojmë mëngjesin për të trajtuar temën e sigurisë në punë në sektorin e ndërtimtarisë në veçanti. Fatkeqësisht dje kishim edhe një humbje jete në Prishtinë në një incident që ka ndodhur në gjatë procesit të punës. Një punëtor ka humbur jetën dje dhe një tjetër është lënduar. Nuk dihen rrethanat se si ka ndodhur gjithë kjo pas një procesi që do të çojë në hetimor që do të ndryshojë rrethanat, por ne kemi ftuar sot një inxhinier, një arkitekt, inxhinier që të flasim për rëndësinë e kësaj vetëdijsimit apo aftësimit të punëtorëve para se të marrin një kontratë pune për të punuar në këtë sektor. Oda e inxhinierëve të Kosovës është një institucion relativisht i ri, edhe ka me bë disa trajnime për me vetëdijsu punëtorët, të cilët duhet të njohin rreziqet para se të hynë një punë të re. Është kryetari i Odës zoti Arsim Rapuca me ne sot për të mësuar më shumë detaje për rëndësinë e këtyre programeve ose trajnimeve që duhet të kenë punëtorët. Zoti Rapuca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Oda e inxhinierëve është një institucion relativisht i ri, më duket, apo dhe keni themeluar me këtë qëllim? Institucioni i ri është i krijuar me ligjin për odat e inxhinierëve dhe arkitektëve, e ka mision për mbrojtjen, sigurinë dhe mbrojtjen e ambientit, sigurinë publike, pra dhe mbrojtjen e shëndetit gjithashtu. Por kryesisht edhe mbrojtjen e interesit të inxhinierëve, por edhe me mbajt përgjas ata nëse ata i zbatojnë ligjet gjatë ushtimit profesionit të tyre në funksion pra krejt kjo për me mbrojtë sigurinë publike. Po, zoti Rapuca, keni pa edhe rastin e djeshëm në Prishtinë, keni dëgjuar, ndoshta nuk mund të njohim krejt detajet, por fatkeqësisht ka ndodhur këtë vit raste të shpeshta të humbjes së jetëve të punëtorëve gjatë procesit të punës. Po, fatkeqësisht që disa vite po na përcjellën këto raste, ka shumë vdekje në vendin e punës. Për këtë arsye, Onda e inxhinierëve në misionin e vet e ka edhe programin për edukimin e vazhdueshëm profesional. Ne si institucion i ri, pra kemi para pa këtë vit, ndoshta edhe çdo vit, me pas trajnime edhe për sigurinë dhe shëndetin e punë. Por këto trajnime ne i marrim vetëm për inxhinierët. Në Oda e inxhinierëve kryesisht tash ka antar dikon rreth afër 2000 inxhinier, që janë inxhinierë ndërtimtarisë, elektroteknikës, makinerisë, gjeologjisë, edhe geodezisë tani së fundmi. Dhe ne kemi parapaqe me këto trajnime të vetëdijsojmë inxhinierët së pari, sepse edhe të njohim ata me ligjet që janë për shëndetin dhe sigurinë në punë, mandaj edhe hapat që të duhet me marr ata për me mbrojtje sigurinë në punë. Ka përgjegjësi se është bërë kjo puna ndërtimit një biznes kështu i përnjëhershëm e i shpejtë, apo më duket nuk i lexojnë ligjet fort. Nuk i lexojnë, ndoshta nuk i lexojnë, por edhe nuk i respektojnë shumë. Fakt keqësisht ndoshta e kishim respektuar. Për këtë arsye ne kemi dashur me njoftu pak më shumë edhe inxhinierët, me kanë njoftën pak më shumë për pasojat, edhe çka thot ligji. Ligjet e kemi të mira, ka për gjitha rastet janë specifikuar, mirë po ato duhet zbatim. E kur inxhinierët njohën me këto pasoja, andaj ato vedijat, njohuria ata mund të transmetojnë edhe të punëtorët, po edhe të vetë ata dhe të punëtorët gjatë zbatimit në praktikë të punimeve ndërtimore çfarë do qofshin ato. Po, është ndryshe sigurisht krejt ajo teori që e mësoni ju gjatë studimeve dhe mandej krejt tjetër është kur ndërtoni një objekt në hapësirë. Te ne mungon ende vedia e sigurisë në punë, ndoshta pak ka nevojë pak më shumë. Ka nevojë sigurisht pak më forcu inspektorati i punës me burime njerëzore edhe mos me pas kompromis. Duhet thjesht në kompromis në siguri. Në kompromis. Edhe unë vet kam qenë kyçën në 2 projekte të mëdha të Kosovës në 2 autostradat dhe aty sigurinë dhe shëndetin në punë kanë dirigjuar thjesht përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bekthellit, edhe ata nuk kanë pas kompromis. Asnjë kompromis më të vogël i largu përkundër këtyre masave trepta përsëri ka pas disa vdekje, sepse vdekjet mund ndodhen edhe mirë po ka qenë pa kompromis. Automatikisht kur ka shkele ka cenu sigurinë, atëherë është largu me njëherë nga punishtja. Çu vlerësoni profesor në krejt këtë
nëse më lejot me thonë këtë farë kaosin e madhe ose këtë dinamikën e shpejt e të madhe të ndërtimeve në vendin tonë, si në Prishtinë, kudo në qytete tjera, a ka një disiplinë, një siguri për banorët që hynë në për ato ndërtesa, derisa kaq lehtë na rënohen këto objekte edhe gjatë punës? Për sigurinë e ndërtimeve ka ngritje cilësisë. Tash me themelimin e odës kjo ka më ngrit shumë më shumë. Pse? Sepse secili inxhinier që nënshkruan dokumentacion qoftë të projekteve, qoftë të mbikëqyrjeve, pranimeve teknike e tjerë, ai duhet të jetë i sigurt që nuk e ka shkel ligjet, standardet të cilat aplikohen në Kosovë, sepse nëse ndodhet që ai ka shkel është kodi etik, i merret licencë dhe hub drejtën e punës. Mirpo në institucion i ri kemi pak sfida në këtë fillim, kemi për arsye se institucionet ende nuk respektojnë ligjin, që vetë e kanë bë, as komunat në përgjithësi, mirë po pretendojmë dal nga dal, kemi marrë shumë masa që dal nga dal kjo mbështri funksion. Sa antar keni? Rreth 2000 jemi, tash edhe dal nga dal po menojmë me shtri funksionin, kemi drejtën edhe me ngrit padin ndaj institucionet që se respektojnë ligjin, në mënyrë që mu zbatu dhe në mënyrë që secili inxhinier duhet me qenë i licencuar për çdo dokument që nënshkruan. Edhe kjo gradualisht e shkon të ngritë cilësinë edhe të ndërtimit. Për sigurinë punë normal duhet edhe Ministria e Punës pak është një gamë gjëre e faktorëve institucioneve. Me marr masa pak më të. Sigurisht, zotëri Rapuca, sot në këtë trajnim që keni ftuar, e keni më përqendru në sigurinë e punë, apo kush merr pjesë? Kryesisht janë inxhinier, ne kemi pas edhe javën e kaluar me të 15 një pjesë, e njëjta temë, edhe sot janë 2 termine. Janë trajnerë të përgjigjetur dhe ekspert të sigurisë në punë, kryesisht edhe ata janë inxhinier, edhe ata kanë me spektigu legjislacionin, edhe mandej masat për çdo rast të mundshëm që mund të ndodhë, kanë me informu inxhinierët përgjithësi. Ky trajnim është vetëm për inxhinierët. Po inxhinierët, po indirekt inxhinierët mandej e transmetojnë edhe të punëtorët, edhe kanë kujdes për veten, po edhe punëtorët ndryshe është kur vëdësohen edhe ata. Një inxhinier kontrakton kompani të ndërtimore, edhe ata punojnë me këto zanate që shi kanë marrë. Nuk ka obligim nashti me pas këtë ose me qenë i kujdesshëm për sigurinë mirë, por për veten po është mirë ata më njoft, sepse kur e ushtrojnë funksionin nga njëherë informojnë edhe punëtorët për pasojat edhe thjesht i bojnë presion edhe tyne që në mënyra me pas kujdes. Pati sa shumë punëtorë të ri, për shembull i shohim në përpunishte, djemë të ri shumë, që s'kan pas moshë, ndoshta ata me i marrë këto informata sa duhet dhe si pasojë ndodhin edhe këto incidente. Çka duhet me ju përcjell punëtorëve të ri, inxhinierëve, studentëve të ri që janë në këto fusha, profesor, që ta përmbyllim këtë bisedë, por është sepse është shumë e gjanë. Çka ju përcjellni ju si një ekspert, si një profesionist i fushës në këtë? Unë nuk jam profesionist për siguri dhe shëndet, mirë po ne kemi trajnerë. Për fushën e inxhinierisë po flas. Për fushën e inxhinierisë. Sa këto duhet më përqendru student, cilët e studiojnë këtë fushë, edhe inxhinierët sa të vëmendshëm duhet me qenë, sepse vërtet është jetike të përballesh me këto sfida. Inxhinierët duhet më qenë të informuar. Legjislacionin mas pari, gjithsesi mirë, po edhe faktikisht ato incidentet, për gjitha llojet e incidenteve që mund të ndodhë, qoftë ato fizike, ngritje në lartësi, peshat rana, qoftë ato defektet nga energjia elektrike që mund të ndodhë, materialet kancerogjene, çfarë do qoftë, duhet me qenë të njoftëra për gjitha këto, edhe ne informojmë për gjitha këto që cilat ata t'i kenë parasysh, e informojmë për legjislacionin, sepse inxhinierët mandej mund të lexojnë vetë ato edhe të informohen më gjërësisht. Mirë, po ne duhet me orientu në cilat ligje, ku mu fokusu, cilat janë rreziqet, cili është risku, qysh me identifiku riskun, sepse duhet me bëhet edhe identifikimi. Çka kanë rrezik tash për tash si pasojë e mos leximit ose mos informimit të deritashëm për këtë legjislacion? Çka shihni pasojë ju ka të lëvizni nëpër Prishtinën në për qytetet tona? Sheh gjithçka, për shembull nëpër objekte nga njëherë mungesë skelerisë. Shke mandej vrimat të ashensorëve, keni pa raste kanë rrallë njerëzit, pse se nuk janë që kanë qenë siguruar me mjaftueshëm. Domethënë gjatë procesit punës. Mos zbartja e pajisjeve për sigurinë punë, qoftë helmetave, gjanave tjera. Mandej ngritja në lartësi, ndoshta jo e sigurt. Izolimet kavllove të rrymës ose diçka shpesh që nuk janë ndoshta edhe shumë nivel. Ka shumë gjana
të cilat trajnerët besoj ata do të informojnë inxhinierët në mënyrë që ata ta kenë një njohuri më të madhe në këtë fushë. Sepse në të ardhmen mund me qenë edhe ndonjë inxhinier mund me qenë i autorizuar për mbikëqyrje dhe shëndet dhe punë. Edhe pse se ka obligim, po mundet me qenë nëse ai paktën këto eviton. Çdo çka është e fushës vet. Thjesht ne po tentojmë të krijojmë nivel dije të përgjithshme. Kjo na mungon neve si popull. E ngadal shpresoj që do të pak edhe masat me qenë ma trepta nga institucionet publike. Se nëse s'ka disiplinë, ligji nuk zbatohet. Faleminderit shumë profesor, kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në program. Uroj t'ju shkoj mirë edhe ky trajnim sot dhe po besoj që kemi me pas rast me bisedu edhe për tema të tjera, sepse që nga një institucion i ri e për cilin ne kemi shumë nevojë, sepse secili që merr një banesë të re duhet me ditë në çfarë kushte është futur brenda. Shumë faleminderit për kohën. Dhe për juve për ftesën. Po ne kemi pas nevojë për tema tjera dhe kemi nevojë me promovu edhe në inxhinierëve. Patjetër. Kështu që besoj që do dëgjojmë herë të tjera. Pak më shpesh. Faleminderit që shumë kënaqësi. Dëgjues të dashur, ishim me profesor Arsim Rapucën, inxhinier, kryetari i Odës së Inxhinierëve të Kosovës, një institucion që është themeluar së voni, paska 2000 antar, një nevojë për të mbledhur sa më shumë inxhinier rreth vetës, në mënyrë që të mos na shkaktohen dëme në aspektin e sigurisë, e të mos humbin jetën njerëzve gjatë procesit të punës. Është shumë e rëndësishme një disiplinë në aspektin e sigurisë, siç tha edhe vetë profesor Rapuca. Do të kthehemi për pak me materiale të tjera.